Sanae Takaichi është bërë gruaja e parë e zgjedhur kryeministre nga parlamenti në Japoni. 64 vjeçaria u votua me një shumicë dërmuese votash, 237 në dhomën e ulët të parlamentit dhe 125 në atë të sipërme, në cilësinë e kryetares së Partisë Liberal-Demokrate në pushtet. Një konservatore e palëkundur dhe një admiruese e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher, Takaichi e merr drejtimin e vendit në një moment kritik sa i takon situatës ekonomike me qytetarët që po përballen me rritjen e kostos së jetesës. Takaichi është kryeministrja e katërt në vetëm 5 vjet pasi paraardhësit e saj u detyruan të ndërprisnin mandatin për shkak të skandaleve. Edhe pse ajo mposhti 4 burra në garën për drejtimin e partisë në fillim të tetorit, marrja e postit të kryetares së qeverisë u duk se u bllokua kur Partia Aleate, Komeito, tërhoqi mbështetjen e saj. Por një marrëveshje e minutës së fundit me një tjetër parti opozitare, Partia Japoneze e Inovacionit, e shpëtoi atë. Ndërkohë, krahas sfidave të brendshme, ajo do të përballet edhe me marrëdhëniet me jashtë. Korea e Jugut, që kishte nisur përmirësimin e lidhjet historikisht delikate me Japoninë, është e shqetësuar për politikat e djathta të vendit që anojnë drejt nacionalizmit. Dhe sikurse disa paraardhës përfshir ish kryeministrin Shinzo Abe, edhe Takaichi shihet si një grabitqare ku bëhet fjalë për rritjen e fuqisë së Kinës, por më e rëndësishmja është marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara me takimin me presidentin Donald Trump të planifikuar për javën e ardhshme.